Zotëri, Ullum Pilinçi është Isuf Mullaj që ka dërguar Enver Hoxha në vitet 50-60 në mërgatën shqiptare. Pra, ka pas pseudonimi kështu? Isuf Mullaj, jo. Isuf Mullaj ka qenë person fizik, oficer sigurimit shtetit, që i dërguar në oborrin e Zogut, si që tha atëhere, është shkruajtur për të, ka bërë Nasha Jorgaci një libër, Mërgata e Qyqeve, dhe e të regon sigur ka bërë heroizma. Pra Isuf Mullaj bajti një agent i shqiptar, i infiltruar tek mërgata shqiptare në Bruxelles, në Paris, gjithandej. Por u zbulua. Zotëria që tele dhe Ciceron natë për natë aty, që bën monolog me veten e tij, se deri më sot s'ka bërë debat me asnjë, se nuk mund të bëj debat. Kam pati turpësinë sot dhe rrugasërinë qytetare. Rrugas nga ata më të rëndomtë të qytetit, që u mor dhe me familjen time. Konkretisht çfarë ju tha, për çfarë ju akuzoi? Ka probleme në familje, tha, se kush është ankuar ati, nuk e di, po si intrigant që është dhe si spiun që ka qenë të jetën e tij, nuk e di kujt i ka shërbyer. Vajti dhe më ofendoi dhe familjen time. Ky njeri që ka ardhur gjasme si shpëtimtar i kombit shqiptar, që ka ardhur që do vërë gjëna në përvënde, ka bërë një punë selektive të këtë gjithë qytetarët që i kanë vajtur në zyrë. Ka identifikuar dhe ka përjashtuar, ka larguar dhe ka nxjerrë nga zyra çdo të përndjekur politik. Dhe të dalë poshtë burr të thotë se është e vërtetë. Se argumentoj unë pastaj këtu në Shqipëri, që të bëj punën e sigurimit shtetit, të bëj punën e partisë punës, të bëj punën e atyre të cilët e nxorën jashtë shtetit, gjasme u aratis, pa e din mirë shqiptarët se sa mund të aratiseshe nga Fieri e nga Lushnja, e të shkojë drejt e Mkufiti e të aratiseshe. Avokat, po e njihit ju më përpara këtë që ndodh ky atakimi tani? Zotëri, ky para një kur krijoi këtë, kur hapi zyrat e kësaj partisë tia Shpresa Demokrate, që vetë thot nuk është parti, po është mbulesë, është koperton, thot, kopertur. Më emëroi këshilltar të kryetarit të partisë Shpresa Demokrate. Kam dokumentin zyrtar me firmë dhe me vullën e tij. Atëherë isha i mirë. Pastaj papritmas u bëra i keq. Pse u bëra i keq? U bëra i keq sepse kam dhënë një intervistë tek A2 televizion dhe kam thënë kur do bën këto arrestime, para një viti po bëhet gati. Jo një vit, para 7 muaj, 8 muajsh. Se po themi minuta minutës, ka gjetur një fjalë, i mban shqiptarët me më të ngritur, bo do bëhet kiameti, gënjen, mashtron, është shërbëtor besnik i sigurimit shtetit, është sigurimi shtetit që kanë nxjerrë jashtë, dhe vetë e shpip për mua, tani unë po ju them shqiptarëve që na dëgjojnë. Shtëpia ime është në Shalvare. Në Shalvare kanë qenë gjithë oficerët e sigurimit dhe të ushtrisë të kohës së Enverit. Ky cop ignorant, se unë më shumë nuk mund ta quaj, mendon që duke qenë se kam shtëpinë këtu, mua ma ka dhënë të shtëpi shteti, jo zotëri, jo të nderuar shqiptar. Mua shtëpinë, komandër e partijës atëre që e di të tërë kolegët e mi se si e kam marrë atë shtëpi, dhe kam dhe dokumenta për këtë punë, por nuk kam ndërmend të flasëm gjatë, më holësisht, e më dhanë shtëpitë e fusheturve të Alidemi. Dhe kam marrë të shtëpinë këtu me ndërrim, me një qytetar tjetër, i dhash atë dhome kuzhina tjetër dhe mora 2 dhoma këtu, dhe kam qenë deri në 95-ën 2 familje në një hyrje. Ky që respekti madh që më bëri mua partia e Pilinçit, se kjo është partia e Pilinçit, dhe Pilinçi është spion, shërbëtor e kësaj partie. Avokat, po me familjen çfarë, përse ju hyrin familje?
Kjo tregon seriozitetin e tij që pretendon të bëhet burr shteti, që pretendon të bëhet president. Ky duhet të ketë çrregullime të mëdha mendore për mua. Sepse nuk mund të thot ato që thot një burr serioz. Mirë, po ka një problem që shqiptarët nuk u ka ikur pa vëmendje. Si shpjegohet që Edi Rama e lë edhe Livadis ky pa pikë pengese, pas një lloj kundërshtimi ose po japim vëmendje si shumë avokat. Qeveria jo. Ne. Vëmendje japin qytetarët japin vëmendje japin shpresumurit. Dhe një nga ata shpresumurit jam dhe unë. Që kur më morin telefon dhe më tha që ne të njohim ty se që ke punuar në Greqi ande këtej, mendova që ishte idiot, mendova që ishte shqiptar, mendova që ishte nacionalist, mendova që qep për Shqipërinë. Mirë, po ky çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi me këtë njeri? Ky gjatë kësaj kohe identifikoi të gjithë të përndjekurit politik. Pa përjashtim. Ki vajtë dhe që dëgjuan. Dhe ata që ndjekin kanalin tuaj, dhe unë do bëjt pa mundur që të flas dhe në kanalet të tjera, e din shumë mirë që kanë vajtur dhe ky i ka përcjell dhe nuk i kontakton më, ka mbyllur dhe telefonin, po me që u kruajt me familjen time, po e pyes, zote Pilin që me kë bashkjeton, me kë flë? Tuaj o shqiptarëve. Ku shkon darkë për darkë? Se i do kështu ky. Pretendon dhe thot jemi me diploma falso dhe jemi Po ju keni bërë investigim tjetër për këtë? Si qysh tek, si erdhi nga mbiu? Ky zotëri erdhi nga Amerika, nuk e di nga ka ardhur, unë nuk e njihja këtë. Kish ardhur, një vit, 2 vjeç kish ardhur dhe unë nuk e njihja se këqaj dhe pare. Më mori në telefon dhe më thot, zotë Islami, po. Jam profesor Pullum Pilinci, tha, nuk ju njoh zotëri, thash, që njohim ne ty, tha. Që kur për aktivitetin, njohim dhe aktivitetin tënë, tha që ke folur në Greqi, për çështjen kombëtare. Pra atëherë ke qenë i mirë, tani u bëre keq. Isha shumë i mirë atëherë. Kur të duash, më tha mua, mund të vish të pim një kafe. Po, i thash, edhe u bajta për ta njohur. Meqense këtë bisedë e kam trajtuar dhe njëherë tjetër, s'është nevojë të zgjas, tani mund të shikojnë video njerëzit. Vajta dhe e takova. Dhe më dha të kuptoj që është ka ardhur këtu me mision nga Amerika, po pa më paraqitur asnjë lloj dokumenti, as i vërtetim, ky gënjen, ky ka ardhur këtu nga sigurimi i shtetit dhe nga partia e punës, që është në pushtet. Ata e kanë zorën jashtë, i bën të tëra nderet edhe çfarë i duhej, dhe tani i kërkojnë reston dhe ka ardhur të jap reston Edi Ramës dhe partisë punës. Dhe pikërisht atë po bën. Siç e shikojnë shqiptarët, ky ka të paktën 6 muajt e fundit që thotë do bjerë qeveria, do arrestohet ai, do arrestohet ky, do bëjmë atë, do bëjmë më matë korma, deri tani s'ka bërë absolutisht asnjë. Dhe merret me individ të caktuar. Por tani si do shkoj tani, sepse kjo histori me të nuk besoj se do zgjas. Kështu. Të ishte shtetas shqiptar, unë e padis në gjyq atë dhe i marrë dëm shpërblim që i luaj fen. Po ai ishte shtetas amerikan, nuk kam që bëj. Pa tjetër do bëj një ankim në ambasadën amerikane në Tiranë, pa tjetër këtë do të dërgoj, do të denoncoj në ambasadën amerikane, që del dhe më fyen pa i bërë absolutisht asnjë lloj dëmi, ose asnjë lloj fyerje s'ja kam bërë asnjë, deri tani se kam fyer, sepse nuk është edukatën time ta fyej. Mirë, po ati ka marrë lopata ujë se i thotë Edi Rama habjeru, i thotë kundërshtarëve politik. Dhe vërtet është që kundërshtari i tmerrshëm për Edi Ramën, pa fuqi, por i kundërshtar ideologjik jam unë. Të tjerët i fërkojnë krahat. Tani, ky thotë do bëjmë atë, do bëjmë këtë, sukatën shqiptarëve, kush do t'i bëj? Sot kam ngritur qeverin teknike, ku e ka dhe çfarë bën. Sot kemi zyra, ku i ka dhe si i ka. Gënjen. Natë për natë gënjen. S'ka paraqitur asnjë zyrë, asnjë nxjerr nga këta
se i mashtru kollaj njerëzit ky, ky ka vajtur në Australi, gati sa se kanë rrau në Australi, shqiptarët e Australisë. Këtë. Dhe do t'ja them dhe emrin, po deshit personit që më ka thënë në Australi se çka bërë atje. Ky e di mirë atë biografinë e tij, po në Shqipëri flet sepse nuk e një njeri. Tani ky u desh që të kryej me mua që ti dal biografia. Avokat, për ta mbyllur ju lutem më thoni dhe fjalët e fundit për këtë në këtë replik të shkurtër, të shpejtë si përgjigje për atë që ai tha. Se me çfarë u shoh do të vazhdoj replika. E vetmja gjë që mund t'i them atij njeriu, turp të kesh, që merresh dhe shpif për familjen time dhe për situatën time familjare, të cilën e din gjithë Republika, që e kam të shkëlqyer, e din gjithë lagja, që jam model unë dhe fëmijët dhe gruaja ime në lagje, po tërë Pëllump Iliçi, ti njeri pa familje, ti njeri që bredharak, ti njeri ordiner, si thonë, aventurier, ti një aventurier dhe vjen e gjithë sheshe bën për sheshe Shqipëri. Mirë bën, shumë mirë bën. Të shkon ujt në vij, vazhdo zotëri. Por me mua, po të them prap, po të them dhe njërë tjetër, se vazhdimisht tua një farë zace, unë nuk kem një farë zace, unë jam zace islami që më një gjithë Republika dhe diaspora. Nësa që e një mashtru që ke 6 muaj të paktën, natë për natë që po gënje shqiptarët e u thua do t'i arrestojmë, do t'i burgosim, do t'i bëjmë kush je Timur, kë përfaqëson. Kë përfaqëson? Kush ka dërguar? Apo e ke sekret? E ke thamë si ai Ramet Pas nëse jam gjoksi. Edhe ti, thua jam ai që do bëj më matë korba. Si rimëndje zotëri mos u merr prapë me mua, po të them dhe njërë tjetër. Se nuk e aq i fuqishëm sa të duket vetja. Dhe mbylla me këtë. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë falenderoj ty.